Sigurisht që opozita do kërkoj, por dorëheqjen Pirovengut ja ka kërkuar dhe vetë Edi Rama. Po Pirovengu nuk ja fishklon Edi Ramës. Nuk ja pyes aty më. Natyrisht ne do kërkojmë. Do kërkojmë edhe dorëheqjen e menjëhershme të kësaj ministreshës, e cila është me probleme madhore. Dhe ne do kërkojmë largimin e saj. Natyrisht, nuk kam prova se kjo është e përfshirë në skenarin e ekzekutimit të Danit në vendin më të sigurt. Sa aty janë profesionistë të tjerë që hynë në ato organizime. Por mënyra se si reagon kjo dhe si sillet kjo e bën përgjegjëse për të gjithë këto dështime që ndodhin. E lidhur me platformën parlamentare që paralajmëruat se opozita do të nisë të hënën para kryeministrisë. A mund na jepni më tepër detaje se si do të jetë organizuar? Do të jenë gjithë deputetët e Partisë Demokratike, të opozitës, do të ketë qytetarë, si do të jetë ajo? Do jenë deputet dhe qytetarë